Në New York u zhvillua ceremonia e 65 të ndarjes së çmimeve Tony, më prestigjioze në botën e teatrit, ekuivalent të Oscarëve të kinemas dhe çmimeve Grammy në fushën e muzikës. Ndër pjesët teatrale të shfaqura në Broadway, The Book of Mormon, satira muzikore kushtuar Face ishte fituesi 9 çmimeve, përfshirë atë si muzikali më i mirë. Pjesa që tregon historinë e një çifti misionarësh mormon në Ugandë u vlerësua edhe për regjinë më të mirë dhe për kompozitorin Robert Lopez. Drama britanike e luftës së parë botërore War Horse, e cila flet për kërkimin e kalit të tij të besuar nga një djalë, u nderua me 5 çmime Tony, përfshirë ato të shfaqjes më të mirë dhe regjisorit më të mirë. Frances McDormand u shpall aktoria më e mirë në rolin kryesor, për rolin e një nëneje beqare nga jugu i Bostonit në pjesën Good People, ndërsa për meshkujt me këtë çmim u vlerësua Mark Rylance për rolin në pjesën Jeruzalemi. The Normal Heart, një hit i dikurshëm në Broadway në vitin 1985, që flet për rastet e para të shfaqjes së sëmundjes së SIDA-s në New York, u vlerësua për rivënien më të mirë në skenë dhe aktoria Ellen Barkin u vlerësua për rolin e saj dytësor. Anything Goes u nderua me çmim për riskenimin më të mirë të një muzikali, ku Sutton Foster u shpall aktoria më e mirë, ndërsa Norbert Leo Batz u vlerësua si aktori më i mirë në muzikalin tjetër të titulluar Catch Me If You Can. Shumica e çmimeve që shkuan për Book of Mormon, të drejtuar nga krijuesit e South Park, Trey Parker dhe Matt Stone, nuk ishte surprizë për askënd, përfshirë edhe prezantuesin e ceremonisë Chris Rock.